Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e madhreshëm e falënderojmë, lavdet dhe bekimet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. E dashura familje Mehmeti, të dashur miqë dashamir, gjithë ju që keni ardhur ja dhon selamin e fundit Haxhi Bislimit në këtë dynjë. Lutim Allahun e madhreshëm që këtë varr ku e vendosëm Allahu ta bën një baçë prej baçëve të xhenetit. E lutim Allahun e madhreshëm që Allahu ta mbulon me mëshirën dhe bekimet e veta dhe t'ja fal gabimet eventuale pa të cilat nuk është asnjë njeri. Të dashur vëllezër, vdekja është një vërtet absolute, të cilës nuk ka mundësi askush me ikë. Dhe gjithë na kemi ballafaqur me këtë vërtet, sepse kështu është caktimi i Allahut Dhul Xhelal, çdo kush që ka fillimin e vet me pas edhe mbarimin e vet. Haxhi Bislimi, Allahu Dhul Xhelal e gëzoft me xhenet, ashtu si ka qenë i kujdesshëm për adhurimin e Allahut Dhul Xhelal, ashtu ndodhi që edhe sot me shpejtësi ta sjellim deri te ky stacion i kësaj bote. Pse kjo? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se kur është besimtari i mirë, edhe ja jep amanetin Allahu Dhul Xhelal, thot ajjiluni, përshpejtoni procesin e dërgimit nga kjo botë për jetën e berzahut, më shpejtoni dërgimin tim për këtë botë. Na lutim Allahun e madhëshëm që Allahu t'ja ka pranuar adhurimet e tij dhe punët e mira që ka bë, e tjetë ki përshpejtim i përgatitjes së xhenazës dhe varimit e tij në këtë kuptim, nxitim drejt mëshirës dhe falës së Allahut Dhul Xhelal dhe xheneteve të tija inshallahu taala. Të dashur vëllezër, si të jetosh ashtu edhe vdes. Haxhia Allah i mëshiroft sipas rrëfimeve të familjarëve, edhe në momentin që ka qenë i shtirë në spital pa vedi, çfarë gale ka në jetën e vet, ajo e përcjell edhe në momentet e mungesës së vedijës gjatë jetës së kësaj bote, e na lutim Allahun e madhëshëm që ata adhurime që ka bën këtë botë të bëhen sebeb me fitu rahmetin e Allahut, e pastaj me rahmetin e Allahut inshallah e fiton edhe xhenetin edhe gëzon xhenetin. Kjo është porosi edhe për gjithë neve që jemi gjallë. Të gjithë na, këtë jetë që kemi në disponim, e kemi një mundësi të artë që ta mbushim atë me vepra të mira, të shtojmë adhurimet kaq i Zotit, edhe në momentin që vim të vorët, kur gjithë mbledhen rreth nesh, e dikush hin prej neve në vorë, me na prit aty mrena e me na shtin dhe, e pastaj shpejt e shpejt na mblojnë me ponica dhe me dhe, e pastaj rinë edhe disa minuta me bë dua për ne, e pas kësaj të gjithë shkojnë shtëpia të veta dhe hapin pamjen për ne, edhe pamja vazhdon 3 ditë, 5 ditë, një javë, dhe ajo mshelet dhe përfundon, mirë po kush është vepër mirë, nuk mbetet vetë në këtë vorë, ata e shoqërojnë veprat e mira që ka bën këtë dunjë. Kështu që të gjithë na duhet ta kuptojmë këtë fakt, sepse kur vetmohemi në varr, na edhe askush pe familjes tonë s'ka me qenë me ne, vetëm veprat e tona kanë me qenë miku më i sinqert edhe më besnik, i cili ka me na shoqëru edhe në varr, po gjithashtu ka me na shoqëru edhe ditën kur dalim para Allahut Dhul Xhelal. Andaj jetën që kemi në disponim është një mejdan i garave mes neve, jo për të bërë gara për dunjë, e për famë, e për pozit, e për përfitime materiale, po të bëjmë gara mes nesh për të bërë vepra të mira, sepse vetëm ato kanë vlerë ditën kur dalim para Allahut, siç tha Allahu i madhëshëm, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, atë ditë nuk bën dobi as malli as evladi, përveç atij që ka ardhur me zemër të shëndosh, e zemra e shëndosh e mbushur me iman, zakonisht prodhon vepra të mira me të cilat është i kënaqur Allahu Dhul Xhelal. Të dashur vëllezër, këtë na kena mangësi dhe dobësi, andaj mënyra më e mirë për me kalu këtë situatë të dobësisë dhe mangësisë është kërkimi i faljes dhe pendimit te Allahu Dhul Xhelal, sidomos tani që jemi në muajin Shaban dhe edhe pak ditë na është afru mysafiri më i bekuar, më i rëndësishëm që na vjen muaji Ramazan, e të bëjmë tobë dhe istigfar, e të përgatitemi që të hyjmë Ramazan, kush ka ymër për neve, sepse edhe kjo nuk dihet, kush për neve ka me mri Ramazanin, e të hyjmë Ramazan inshallah me gjuna e të falura, e pendim të pranuar, e të kalojmë Ramazanin, ashtu siç është i kënaqur Allahu Dhul Xhelal, e të fitojmë bekimet dhe mëshirën e tij, e inshallah të gjithë neve na bën banor të xhenetit. E lutim Allahun e madhëshëm edhe një herë që këtë varr që e vendosëm të japon në bashkë xhenetit, t'ia fal gabimet eventuale që ka pas, familjes së ngushtë, Allahu t'ia fllahit zemra me sabër dhe gayret, dhe gjithë juve që keni ardhur për me nderuar rahmetlinë dhe familjen e tij, Allah ju shpëbleft. Wassalamu